që qytetarët Mitrovicë do e votojnë një model i cili nuk është në gjendje ta pranoj publikisht ndrimin e realitetit atje. Një realitet veri ka legalizuar pasaportat ilegale të sërbëve nuk i ka legalizuar. I ka legalizuar për atë çështje. Jo, absolutisht jo. Dikush tjetër e ka marrë atë vendim në kuadër të veçanërisë të gabueshme që ka ndodhur në vagënci. Ka vë atje sovranitet të dy por e konsideroj që mosgatishmëria për të pranuar ndryshimin e realitetit. Unë e konsideroj që mosgatishmëria për të pranuar dhe që as media dhe as opozita në studio televizive e vjenën të subjekteve tjera politike që janë të gatshëm. Pasaportat e qytetarëve sërbë. Nuk është. Ja, mos ta katroj, nuk është çështje e Bashkimit Evropian, çështje e si vendimarrje, po çish ka ardha ajo vendimarrje, kush e ka për Kosovën? Ajo është interpretimi pastaj. Sovranitet të dy Madje ka pas not proteste për këtë çështje dhe po vazhdohet të punohet edhe të kërkohet që ajo të bëhet. Ajo padyshim që është regres. S'ka diskutim më është regres që mosgatishmëria për ta pranuar një realitet të ri atje. Oj, sa ka pranuar pavarësinë e Kosovës. Cili është realiteti sot në veri? Cili është realiteti sot në veri? Nuk ti ka pranuar mos vaj